Sot kisha ka përkujtu të shfaqënit e Zojës Bekume në Fatima. Por në ditën e sotme në Ungjil, Krishti flet për shpirtin i cili është shpirti i vërtetës, ai që vjen në ne dhe na udhëzon drejt vërtetës, na udhëheq drejt vërtetës. Shpirti i shajt është udhëzuesi, është udhëheqësi, sikurse ka udhëheq Marin për me mrit me kuptu misteret e mëdha në jetën e saj, ashtu na udhëheq edhe ne. Prandaj në një këtë fest, në një këtë përkujtim, ta lam edhe na vetveten tonë mu mlu për i shpirtit të Zotit. Hija dashnisë e tij me rami ne, dhe përveç kësaj, ta lam shpirtin e Zotit me na udhëheq ka vërteta, ka Krishti. Sepse kush gjen Krishtin, gjen pështimin. Kush takon Krishtin, takon lumtunin, mundësinë e lumtunisë. Kush udhëheqet për me shku drejt Krishtit, ka me marrë shpërblimin e jetës, ka me gjetë plotësinë e vërtet, ka me gjetë atë lumni për cilën jeton, vepron e për cilën është bë.